Pas përfundimit të procedurave të konkursit për pozicione drejtuese në Policinë e Shtetit për disa qarqe në vend, me firmën e kryepolicisë Skënder Hita janë bërë emërimet e reja në Vlorë, Lezhë dhe Fier. Edvin Dreu do të drejtojë drejtorinë vendore të Policisë Vlorë pas komandimit të pak ditëve më parë, ku shkarkua Elidon Çela, pas skandalit me protestën në Zvërnec. Erion Ahmeti, i cili prej disa kohësh ushtronte detyrën si drejtuesi komandor i Policisë së Fierit, ka marrë tashmë emërimin e tij si drejtor zyrtar. Emërimet vinë në kuadër të procesit të rikonstrukturimit dhe konsolidimit të drejtimit të strukturave policore në qarqe, pas vlerësimit të kandidatëve në garën e zhvilluar për pozicione drejtuese. Tirana dhe Durrësi vijojnë të jenë pa drejtues të emëruar, proces që pritet në vijim. Edvin Dreu është konfirmuar zyrtarisht në krye të drejtorisë vendore të Policisë së Vlorës pas përfundimit të procedurave të konkursit për pozicione drejtuese në Policinë e Shtetit në disa qarqe të vendit. Me firmën e drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit Skënder Hita, u miratuan emërimet e reja në drejtimin e strukturave policore në qarqet Vlorë, Fier dhe Lezhë. Edvin Dreu merr zyrtarisht drejtimin e Policisë vendore pas komandimit të tij pak ditë më parë në këtë detyrë. Emërimi i Dreut vjen pas largimit nga detyra të Elidon Çelës, e cili u shkarkua pas debatit publik dhe reagimeve të shkaktuara nga ngjarjet e lidhura me protestën e zhvilluar në Zvërnec. Ndërkohë në qarkun e Fierit, Erion Ahmeti, i cili prej disa kohësh ushtronte detyrën si drejtuesi komanduar i Policisë vendore, është emëruar tashmë zyrtarisht në krye të këtij institucioni. Pa ashtu, emërimet e reja janë bërë edhe në drejtorinë vendore të Policisë së Lezhës në kuadër të procesit të riorganizimit të strukturave drejtuese. Këto ndryshime vijnë si pjesë e procesit të ristrukturimit, si dhe konsolidimit të drejtimit të Policisë së Shtetit me synim për të rritur efikasitetin e strukturave policore, si dhe për të përmirësuar menaxhimin e sigurisë publike në qarqet e vendit. Kandidatët janë përzgjedhur pasi procesi konkurimi dhe vlerësimi profesional të zhvilluar nga strukturat përgjegjëse të Policisë së Shtetit. Megjithëse emërimet në disa qarqe janë finalizuar, drejtoritë vendore të Policisë së Tiranës dhe Durrësit vijojnë ende të mbeten pa drejtues emëruar zyrtarisht. Burime pranë Policisë së Shtetit bën me dije se procesi për plotësimin e këtyre pozicioneve pritet të përfundojë në ditët në vijim. Me këto lëvizje, Policia e Shtetit synon të përmbyllë një fazë të rëndësishme të reformimit të strukturave drejtuese, duke vendosur në krye të drejtorive vendore drejtues përzgjedhur përmes procedurave konkurruese dhe kritereve profesionale.